Segmenti rrugor që lidh fshatin Kakaç të bashkisë së Maliqit me fshatin Vërçun të bashkisë Pogradec ka pësuar dëmtime serioze pavarësisht se është ndërtuar vetëm rreth një viti e gjysmë më parë. Ky investim i kërkuar nga Bashkia Maliq dhe realizuar nga Këshilli i Qarkut tashmë ngre pikpyetje mbi cilësinë e punimeve. Bëhet fjalë për rreth 150 metra asfalt ku dëmtimet janë të dukshme dhe tregojnë qartë për një investim me standarde të ulta. Në disa pjesë të segmentit janë konstatuar deformime të rrugës, të cilat përbëjnë rrezik serioz për qarkullimin e automjeteve. Gjendja aktuale e këtij aksi rrezikon jo vetëm sigurinë e drejtuesve të automjeteve, por edhe shëmbjen e mëtejshme të rrugës, çka mund të çojë në izolimin e banorëve të fshatit Vërçun. Këta të fundit kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse për riparimin dhe garantimin e sigurisë në këtë segment rrugor.